Zhvillimesh më pas që ju keni mundësinë dhe aksesin e duhur për të hyrë dhe për të lundruar tek webi i A2CNN për të gjitha zhvillimet që ndodhin jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, aq më tepër që fokusi është atë se çfarë po ndodh me konfliktin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael ndaj Iranit. Okej. Këto janë disa nga zhvillimet, ishin edhe lajmet e fundit të pasqyruara tek webi dhe ndërkohë ne jemi gati për të ndjekur një intervistë me atë se çfarë lexuam edhe në një ndër tituj tek webi i A2CNN, revoltohu motor. Është Adelina Gazdareon në një intervistë me aktivisten Entenela Ndrevataj. Adelin, linja është për ty. Ju përshëndes se në fakt atmosfera e protestës që po shikonim ditën e djeshme ka bërë përshtypje dhe nuk është viti i parë. Marshimi që bëhet për 8 mars, unë kam kënaqësinë që bisedën ta bëj me Entenela Ndrevataj, aktiviste. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi dhe për mua. Së pari, si ishte marshimi ditën e djeshme? Marshimi ishte shumë i bukur. Ne nisëm nga Universiteti i Arteve, kaluam në blok dhe pastaj përfunduam tek kryeministria. E shoqëruar vazhdimisht me thirrje të ndryshme. Kemi punuar gati 2 muaj për të risjell 8 marsin në një formë që dhe i përshtatet nevojave që vendi jon ka sa përket çështjeve që lidhen me drejtat e grave. Edhe vajti shumë mirë. Kishte pjesëmarrje mesatare, nuk është e habitshme, por që kishte energji shumë të mirë. Ne pam revoltohu motor si sloganin kryesor, por nga ana tjetër kemi parë edhe shumë pankarta të tjerë. Nuk e dini se do kesh mundësi të na ndash disa prej tyre që kanë bërë edhe më shumë përshtypje edhe për ty, duke qenë se e marrë dhe me organizimin. Po, pankarta që më pëlqeu më shumë ishte lart matriarkati, është edhe një formë kundërshtimi ndaj patriarkatit. Njëkohësisht pati dhe shumë pankarta në anglisht në fakt, edhe sepse kishte edhe shumë pjesëmarrës të huaj. Një tjetër pankartë që më pëlqeu që e kam shkruar dhe vetë është edhe pankarta që thotë njerëzit që nuk guxuan kurrë të ëndrrojnë, nuk mund të vendosin mbi të ardhmen tonë. Edhe këto e shkruajta në anglisht me idenë që dua dhe të komunikoj me njerëzit që shohin përtej Shqipërisë. Por kishte Women should serve men dhe ishte një pikturë e famshme me kokën e një burri në një pjatë. Po kishte edhe shumë pankarta të ndryshme, them drejtën, lëshoja atë privilegj për shembull njëkohësisht. A mund të ketë pasur ndonjë koment në këtë rast, ndoshta duke pasur parasysh edhe paralelizmin me pikturën e famshme të meshkujve, të burrave, në këtë rast si një sulm ndoshta ndaj tyre, ka pasur ndonjë koment të tyre? Të them të drejtën, kam qenë kaq e egzaltuar edhe me një lloj energjie që nuk po binte, edhe nuk kam pasur mundësi që të shikoj shumë në rrjetet sociale se ç'a bëhet reagimi publik. Pash që kishte disa deformime nga disa portale pseudo-mediatike, sigurisht që e shfrytëzojnë këtë rast për të sulmuar komunitetet caktuara si ai LGBT, edhe për të kritikuar 8 marsin, edhe sigurisht lumi komenteve po ashtu ka një gjuhë shumë të madhe urrëtieje, po sa i përket këtyre pankartave dhe komenteve që kemi marrë në hapësira të tjera mediatike, s'kam pasur mundësi, po jam e sigurt që komentet nuk janë të mira dhe jemi shumë të vetëdijshme për këtë. Do keni dalë ballë. Po në të njëjtën kohë po shikoja që është artikuluar edhe drejta e grave lesbike, transgjinore, ndër të tjera, dhe pam gjithashtu që kanë qenë prezente në protestë. Çfarë mund të themi për këtë diskriminim ndaj tyre? Po, ne kemi gjithmonë anëtarë të komunitetit LGBT në protestat tona, edhe kanë dukshmërinë e tyre publike dhe të drejtën e tyre për të artikuluar shtypjen që përjetojnë si gra lesbike. Është e rëndësishme të flasim edhe për qasjen interseksionale, që thotë që gratë shtypen fillimisht sepse janë gra dhe më pas nëse i përkasin kategorive të ndryshme si lesbike, gratë komunitetit rom, gra me aftësi të kufizuara dhe grupimet të tjera të diskriminuara, atëherë diskriminimi është edhe më i fortë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ato të kenë vizibilitetin e tyre, të tregojnë se sa patriarkale, homofobe është shoqëria shqiptare dhe se sa nuk i pranojnë në hapësirat e përbashkëta. Njëkohësisht është një formë rezistence. Fakti që shoqëria nuk i pranon nuk do të thotë që ato nuk duhet të kenë dukshmërinë, veçanërisht në ditë të caktuara. Unë po shikoja edhe në rrjetet tua sociale, që ditën e djeshme ishte shumë entuziaste dhe ato po na tregon edhe sot, po çfarë ka bërë përshtypje? Ne po shikonim që ishin edhe nëna, që ishin me vajzat e tyre, ishin baballar me djemtë e tyre që kishin shoqëruar në protestë. Ty çfarë ta mori vëmendjen ndër të tjera? Të them të drejtën, ma merr gjithmonë vëmendjen fakti që ka një grup të rinj që janë shumë interesant në mënyrën se si duken, shumë interesant në mënyrën se si e shprehin veten publikisht, që ne fatkeqësisht nuk kemi pasur mundësinë të bijmë në kontakt me to që të na bashkohen, për shembull në hapësirën e kolektivit feminist ku jam edhe unë pjesë, dhe organizohemi, po është e dukshme që ka një lëvizje underground rinore, të cilët e refuzojnë sistemin shtypës, po kanë edhe një botë shumë të bukur krijuese, të cilët shpresoj shumë që t'i bashkohen ose të krijojnë një
lëvizje të tyre që e shëm këtë sisteme, këtë lloj shoqërie kaq të mykur që ne po jetojmë. Nuk është 8 marsi i parë që protestohet, që marshohet, nëse bëjmë një krahasim ndër vite, po ndërgjegjësojmë më shumë për të pasur marshime sa më masive, me kërkesa sa më shumë për të drejtat, apo është në mënyrë konstante çdo 8 mars? Ne protesta tani e kemi bërë si kulturë që e kemi çdo 8 mars, nuk festojmë, por protestojmë. Ne mblidhemi, siç e thashë më përpara, mblidhemi gati 2 muaj përpara, tentojmë të lëvrojmë tematika të ndryshme në varësi dhe çfarë po ndodh në Shqipëri ose në botë. Bëjmë këtë herë kemi bërë mbledhje çdo javë. Kemi vendosur mbi çfarë do diskutojmë, cila do jetë retorika publike, edhe ky është një lloj iniciative që ne duam ta vazhdojmë dhe do ta vazhdojmë kuptimin që për ne, për sa kohë ne jemi ne nuk mund që një ditë që është e dedikuar për drejtat e grave ta kalojmë ashtu siç na është transmetuar ndër breza që është ditë feste, kur në fakt është ditë proteste, edhe duam të artikulojmë sa më shumë të gjitha sistemet shtypse që operojnë brenda shoqërisë tonë. Ndërkohë një tjetër reakcion që mori një farë vëmendje mediatike, por në të njëjtën kohë edhe shumë rëndësishme kur flasim për fat të keq tashmë statistika, po për gratë e vrara që në rrugë të ndryshme të qytetit i vendoset emrat e grave që janë vrarë. Çfarë simbolike dhe a arritët atë që dëshironit që në krye të herës? Po, është hera e dytë që e bëjmë të aksion në fakt. E kemi bërë para 2 vitesh edhe ka qenë shumë i fuqishëm. Këtë herë ngjitëm 30 emra për 30 gratë vrare që janë vrarë në 2 vitet e fundit. Si aksion ka si qëllim të zaptoj hapësirën publike edhe ta kthej vëmendjen te një çështje me shumë rëndësi që shpesh kalon ose në statistika ose në tituj lajmesh me tituj sensacionalizues. Gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme e këtij aksioni është të përmendet edhe fakti se nga buron dhuna, shpesh ne glorifikojmë familjen si institucionin tonë më të shenjtë, i cili na mbron dhe na dhuron atë ngrohtësinë, por në fakt po të shikojmë të gjitha statistikat, nga dhuna në familje deri te dhuna më ekstreme që është femicidi, janë të kryer nga njerëzit tanë më të dashur, shpesh janë partnerët, bashortët, baballarët dhe fëmijët, të cilët i kanë vrarë gratë dhe vajzat ndër vite. Kurioze jam në këtë rast, duke qenë se kemi parë që her pas here edhe burrat janë angazhuar që të kenë mundësinë edhe të jenë pjesë në protesta, të artikulojnë edhe ata të drejtat e grave. Çfarë thon kur shikojnë që burrat të tjerë janë ata vrasësit e grave të tyre, apo ndoshta baballar që kemi parë gjithashtu raste që kanë vrarë vajzat e tyre të tjerë? Në përgjithësi, në protestat tona nuk na bashkojnë shumë djem, kjo është për të ardhur keq sepse feminizmi është për të gjithë, por që njëkohësisht është edhe sfidë për ta pranuar që mund të jenë edhe pjesë e problemit, kështu që rezistojnë, ndërsa pjesa tjetër pastaj sigurisht nuk është mirëkuptuese, ka një kundërreagim shumë të fortë ndaj feministëve veçanërisht, është e qartë që nuk na duan në diskursin publik, edhe shpesh patriarkaliteti shikohet shumë qartë në mënyrën se si qasen vajzave dhe grave të cilat kanë dukshmëri publike. Domethënë ka microaggressions, siç i thonë anglisht, agresione të vogla në çdo hap që ne hedhim, po jemi mësuar, siç e thash, nuk është diçka e re, edhe për ne sa më shumë reagime të ketë, tregon që ne po e gricim atë problem i cili është fshehur poshtë tapetit ndër vite. Ti personalisht e ke ndjerë një farë presioni duke qenë se je prej vitesh tashmë aktiviste dhe i artikulon qoftë drejtat e grave, qoftë rastet kur nuk janë trajtuar siç duhet? E ndjej, sepse e di që ka vazhdimisht ngacmime për faktin që janë feministe dhe që flas haptazi për të drejtat e grave. E ndjej në hapësira veçanërisht ku ka burra dhe ka një lloj përqeshje dhe nëntallje shumë të shpeshtë për faktin që flas haptazi për këtë temë, por njëkohësisht edhe më zhbër lëkura sholl në një farë forme, sepse e di që nga ata mund të pres këtë ose edhe më keq, kështu që në përgjithësi i referohem shoqeve të mia feministe, vajzave dhe grave, edhe kemi dhe po ashtu ndërto që janë aleat tanë shumë të mirë dhe me ato tek ata mbështeten, kështu që. Çfarë ndodh gjatë protestet? Ka gra që vinë edhe ju tregojnë për problemet e tyre, se ndihen sikur kanë të ngjashme dhe njerëz që i kuptojnë? Në protestat tona kemi shumë pak, të them të drejtën, njerëz që nuk ishe shumë shpesh në protesta që na bashkohen, po për shembull mund të ndaj diçka tjetër që më preku shumë dje, ne teksa kalonim, marshonim dhe kalonim afër kafeneve sigurisht, shumica e grave po na filmonin, po qeshin dhe po broristin. Tani kultura e protestës ndoshta nuk është kaq e përhapur në Shqipëri dhe e kuptoj dhe e mirë kuptoj dhe e di që të dalit publikisht, sidomos tani me social media, ti ke frikën që mund të përfundosh
në hapësira që nuk do doje dhe kuptoj që të kurren për qenë pjesë e daljeve publike, por e ndjej që është rritur shumë suporti dhe në bisedat shumë të rastishme që bëj me gratë dhe vajzat në qytet, e shikoj që më nuk është nënshtrimi ndaj roleve gjinore siç ka qenë më përpara, apo ka një lloj rebelimi. Kështu që kjo me shpresë mund të përkthehet edhe me pjesëmarrje më aktive në protesta në vitet e ardhshme. Të falenderoj për këtë bisedë, në të njëjtën kohë edhe për aktivizmin tënd të përditshëm. Falenderoj shumë dhe ty dhe për punën dhe për aktivizmin njëkohësisht. Ndërkohë, ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të vijuar më pas sepse dieta jon ka edhe tematika të tjera që do ta shoqërojnë këtë të hënë.